fali, thot 5 kohë namaz, por në gjdo të tretin, 4 rekat pas surës al-Fatiha, është edhe ikhlasin a ban. Pak është pa detaju me pyetja nëse ke për qëllim domethënë anë farzën sunet, sepse në farzën rekatën e tretë dhe të katërt nuk lexohet sure, por lexohet vetëm Fatiha. Pastaj nëse është në sunet, apo e lexon surën Fatiha, surën Ikhlas, bashkë me një sure tjetër apo pas sure tjetër, për shembull Elhamin, mësoni më njerë surën Ikhlasën në rekatën e tretë dhe të katërt. Nëse e bën këtë domethënë e lexon vetëm Ikhlasin mas Fatihas në çdo rekat tretë edhe të katërt të sunetit, themi në rregull. Nëse në farz themi jo, nuk ban. Po edhe tjetra, nëse e lexon surën Fatiha, Elhamin pra, pas e lexon për shembull Alam Tara Kayfa, edhe tekët bashkë me Alam Tara Kayfa me lexu edhe Kul Huwallahu Ahad. Themi edhe kjo ban her pas here, po jo me bë tradit, pra me lexu dy sure me njëherë mas Fatihas. Pra ke kujdes, merri këto detaje, këtë lloj ndamjes, a farza, sunet e tjerë, në bazë asaj pastaj vepra.